Koalicioni me Nikola Gruevskin nënkupton koalicionim për regjim dhe diktatur, deklaroi sot kryetari i LSDM Zoran Zaev, edhe pse gazetarët disa herë e pyetën se a ka arritur marrëveshje me parti tjera për formimin e qeverisë, ai nuk dha përgjigje precize. Megjithatë, në konferencën për shtyp shtoi se është i bindur se partitë shqiptare do të dëshirojnë të bashkëpunojnë me të. Jemi të hapur për bashkëpunim dhe pikërisht këtë u apelojmë partive shqiptare. Shkuarja e tyre me VMRO DPMN do të nënkuptonte mbështetje për regjimin dhe diktaturën. Mbështetja e tyre për reformat dhe proceset demokratike që e presin Maqedoninë është hapi i vërtet. Jemi të hapur ndaj cilës do parti shqiptare që ka deputet në kuvend. Në lidhje me rivotimin e së dielës, Zaev thotë se ndryshimi eventual i numrit të përgjithshëm të mandatave nuk do të ndikojë në atë se kush do ta formojë qeverinë. Edhe pse apeluam se ndryshimi eventual i numrit të përgjithshëm të mandateve nuk do të ndikojë në atë se kush do ta formojë qeverinë, megjithatë për hir të së vërtetës dhe fakteve, procesi duhet të përmbyllet në mënyrë demokratike, të rregullt dhe kredibile. Sipas Antonio Miloshovskit nga DPMN-ja, Zaevi vepron sipas urdhave që i merr nga, siç thot, dikush nga lart. Кога цел народ и сите граѓани ги знаат изборните резултати, kur i gjithë populli dhe të gjithë qytetarët i dinë rezultatet e zgjedhjeve dhe faktin se LSDM-ja e humbi zgjedhjet, kurse koalicioni u udhëhequr nga VMRO DPMN-ja fitoi me më shumë vota, Zoran Zaev akoma mundohet të manipulojë me rezultatet zgjedhore. Jo për shkakun që Zaevi nuk e di se kush fitoi e kush humbi, por mendojmë se dikush nga lart e ka urdhëruar të sillet në këtë mënyrë. Sipas Miloshovskit, Zaevi me këtë sjellje po mundohet që humbjen ta shesë si diçka pozitive. Ndryshe, lideri i BDI-s Ali Ahmeti për nesër ka saktuar takim me liderët e partive shqiptare. Pritet që në takim të diskutohet për situatën në vend pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Sipas për llogaritjeve jo zyrtare, në zgjedhjet e së dielës në të ardhshme LSDM-ja do të duhet të fitojë me 304 vota më shumë se VMRO DPMN-ja, që të mund të fitojë një deputet më shumë. Me rast, rezultati zgjedhor do të ishte 50-50.